Tunja teta, uroj të jeni mirë. Duke uruar që të keni një javë të mbar, unë sot do të trajtoj një çështje shumë të rëndësishme, të cilën e kam lexuar në Jerusalem Post, një e përditshme izraelite shumë e rëndësishme, e cila njofton aleancën sekrete të Ramës dhe të Berishës me Izraelin, çfarë fshihet pas grupit të Alaadëve. Ç'është ky grupi i Alaadëve i ndërtuar ndërmjet dy parlamenteve, ndërmjet parlamentit të Shqipërisë dhe një fondacioni të grupit të Alaadëve të Izraelit. Kush është ky fondacion dhe çfarë natyre ka kjo lidhje, ky bashkëpunim ndërmjet Sali Berishës, të përfaqësuar nga Gazmend Bardhi, dhe Edi Ramës, të përfaqësuar nga Romina Kuko, dhe përkatësisht deputetët e tjerë të cilët do të bëhen pjesë e grupit të Alaadëve të Izraelit. Çfarë fshihet pas këtij grupi? Përse tani Rama dhe Berisha kërkojnë strehim në Izrael? Përse Rama dhe Berisha bëhen bashkë me Gazbardhin dhe me Romina Kukën? Sigurisht ju e dini që kanë qenë bashkë, por pse pikërisht për Izraelin bëhen bashkë? A janë ata në mbështetje të bashkëpunimit me Izraelin, apo janë në mbështetje të politikave genocidale të Izraelit atje? Çfarë synojnë dy njerëzit më të pushtetshëm në Shqipëri, të cilët e kontrollojnë Shqipërinë dhe shqiptarët bashkarisht? Çfarë kërkojnë, apo kërkojnë strehim politik në Izrael, apo kërkojnë mbrojtje nga Izraeli, apo kërkojnë azil politik në Izrael? Përse dy liderët Rama dhe Berisha, tashmë që po vjen fundi i tyre politik, kanë kërkuar strehim tek fondacioni i Alaadëve të Izraelit, i cili e ka njoftuar në The Jerusalem Post lajmin e madh se Shqipëria është tashmë vendi i 64 ku grupe parlamentare të Partisë Socialiste të majorancës, të përfaqësuar nga Romina Kuko dhe nga Partia Demokratike, të përfaqësuar nga Gazmend Bardhi, do të jenë tashmë shteti i 64 i miqve të Izraelit. Ky fondacion ç'është kjo aleancë? Shumë shkurt, unë do ju analizoj sot çfarë po ndodh, sepse kjo lidhet me tranzicionin e madh politik që është duke ndodhur në Shqipëri, është e lidhur me ekuilibrat gjeopolitik në Ballkan, është e lidhur me shumë zhvillime të cilat ju shqiptarët duhet t'i dini për historinë. Sigurisht kjo ka një kontekst historik, por përpara se të shkojmë tek konteksti historik, t'ju lexoj një pjesë të asaj çfarë thot Jerusalem Post në njoftimin e saj për këtë marrëveshje të madhe të Shqipërisë me grupin e Alaadëve të Izraelit, këtë fondacion i cili promovon rritjen dhe ndikimin e influencës së Izraelit nëpër botë dhe rekrutojnë sa më shumë grupe parlamentare nëpërmjet të cilëve lobojnë dhe çojnë përpara interesat e tyre. Mirë shumë. Tashmë të shohim çfarë thot dhe çfarë shkruan The Jerusalem Post. Shqipëria, thot, është bërë kombi i 64 që i bashkohet fondacionit të Alaadëve të Izraelit dhe vendi është gati të lançoj grupin e Alaadëve të Izraelit në parlamentin e Shqipërisë të hënën në Tiranë, të hënën sot pra. Grupi i ri parlamentar, thot Jerusalem Post, jo Kreshniku, do të punoj krah për krah me koalicionin ndërkombëtar të grupeve parlamentare pro-Izraelit për të çuar përpara diplomacinë e bazuar në besim, duke forcuar kështu njëkohësisht mbështetjen për Izraelin. Pra, diplomacia e bazuar në besim, në cilin besim do ta kuptojmë tash. I kryesuar nga Romina Kuko e Partisë Socialiste dhe Gazmend Bardhi i Partisë Demokratike, ky grup parlamentar shënon një iniciativë të rrallë ndërpartiake, e cila pasqyron historinë e gjatë të mbështetjes së Shqipërisë për popullin hebre dhe për Izraelin. Është një nder i madh të jem pjesë e këtij momenti, duke shënuar një kapitull në miqësinë dhe bashkëpunimin e gjatë midis Shqipërisë dhe Izraelit. Fakti që ky grup përfshin përfaqësues si nga shumica, pra si nga Edi Rama, ashtu dhe nga opozita e përfaqësuar nga Gazmend Bardhi,
që e futi Berisha në listë sigurt në Fier, Berisha konservatori, jemi thot të lumtur thot se ka përjesmarrës edhe nga opozita dhe kjo thot Romina Kuko mbart një kuptim të fortë simbolik duke reflektuar angazhimin ton të përbashkët kombëtar. Ja jemi bashkë komplet. Dhe marrëdhëniet e shkëlqyera midis dy popujve tanë, ka thënë Romina Kuko, cituar nga Jerusalem Post. Ndërsa Gazmend Bardhi ka thënë, është një nder i madh, Gazmendi është ky që i gjuante demokratëve me hujë dhe me dru, kur shkonin t'i merrnin Selin Sali Berishës, bashkë me Agron Gjekmarkaj. Dakord? Çfarë thot Bardhi? Është një nder, thot, të shënojmë një kapitull të ri në miqësinë e qëndrueshme midis Shqipërisë dhe Izraelit. Kjo iniciativë pasqyron vlerat tona të përbashkëta dhe lidhjet e thella historike. Shpëtimi i hebrejve nga Shqipëria gjatë luftës së dytë botërore mbetet një simbol krenarie dhe humanitetit dhe guximit ton. Përmes kësaj platforme, ne forcojmë partneritetin ton në promovimin e paqes, bashkëjetesës dhe dinjitetit njerëzor, ka theksuar Bardhi. Tashmë, ti hym pak dhe ta marrim me qetësi. Nuk ka asnjë diskutim që shqiptarët e kanë mbrojtur hebrejt gjatë kohës kur ata persekutoheshin, por kjo ka ndodhur përpara se hebrejt të kryenin genocid në Palestinë. Pra përpara se të bënin genocid në Gaza dhe përpara se të shfarrosnin popujt e tjerë. Dhe para se të ndodhte Nakba e madhe në 1948, e shënuar si akti genocidal nga OKB-ja, Organizata e Kombeve të Bashkuara. Pa asnjë diskutim që unë si pjesë antarësisë këtij kombi jam shumë krenar që populli ynë shqiptar i ka mbrojtur hebrejt, jemi shumë të lumtur që e kemi bërë këtë. Këtë e kanë bërë bashkarisht musliman, ortodoks, katolik, dhe pjesa më e madhe e popullsisë që ka qenë pjesë e muslimanëve, sigurisht është ajo që i ka mbrojtur bashkë me ortodoksët dhe katolikët. Është një shenjë e madhe krenarie, e zemrës madhe dhe humanizmit madh, të cilin e kishin imponuar tek identitetet tona shpirt madhësia e shqiptarit, zemra e madhe e shqiptarit dhe kodi i besës. Me të gjitha poshtërsitë që kemi, me të gjitha hallet dhe problemet që kemi, me të gjitha deficitet kulturore që kemi në si popull, kemi ende burni, e kemi analizuar për natë dhe për ditë, kemi ende burni, kemi ende nder, kemi ende kode, kemi ende shpirt madh, kemi ende njerëzit zihen ende në kafe se kush do të paguaj. Është i vetmi vend në botë që nuk le njeri me paguar. Shok e shok kur janë në kafe do zihen, do përplasen, ndërkohë që në vendet e tjera, në pjesën më të madhe të botës së ftohtë të akullt, secili nxjerr kartën e vet kreditit dhe pagun kafen e vet apo drekën e vet. Ne kemi ende një bazen të madh shpirti që buron nga kultura ynë, nga kultura jon, nga identiteti ynë kombëtar shqiptar, por pa asnjë diskutim edhe nga identitetet tona religjioze, qoftë ky identitet musliman, qoftë identiteti katolik, ortodoks apo çfarë ka. Pra, jemi shquar për këtë tolerancën e madhe, kur nuk e kemi parë tjetrin si hebre, si ortodoks, si katolik, por e kemi parë si njeri. Dhe kjo na ngre, na bën një popull që na bën krenar për ndihmën që i kemi dhënë hebrejve. Ky është konteksti historik për të cilin ne jemi jashtëzakonisht krenar. Tashmë vim tek strategjia gjeopolitike e Izraelit. Pas një diskutim, Fondacioni Aleatëve të Izraelit synon të krijojë rrjete pro-Izraelit në parlamentet e ndryshme të botës që mund të përdoren, për shembull, një për lobim diplomatik duke influencuar vendimarrjen e qeverive. 2 për sigurimin e mbështetjes globale në gjitha zhvillimet ndërkombëtare. Dhe 3 për të marrë dhe për t'i treguar botës që është një vend si Shqipëria, vend i vogël i cili ja e mbështet Izraelin. Izraeli ka psuar një fazë të frikshme
të rënjes së reputacionit të tij në botë më njëherë pas genocidit në Gaza, dhe Izraeli po lëviz me shumë shpejtësi që të shmang kritikën ndërkombëtare ndaj politikave të Izraelit, sepse pati një rënje të pikëve pas sulmeve dhe pas genocidit në Gaza, e gjithë bota u hodh kundër Izraelit bashkë me Amerikën dhe thanë Izraeli ka kalu të gjithë vijat e kuqe. Dhe veçanërisht qeveria genocidale e Benjamin Netanyahus. Pra, ky lobim në tërësinë e tij forcon lidhjet, që është normale të forcohen, por do dhe të synoj shmangjen e kritikës nga sa më shumë parlamente. Pra, duke patur ndorë dhe duke i shitur botës që ne parlamentin shqiptar, Rama dhe Berisha janë me ne, i tregojnë pra që një vend si Shqipëria, ja pra, që është edhe konsiderohet në thonjza vend me musliman, ne jemi vend laik, por popullsia në shumicë është muslimane, edhe në trojet etnike shqiptare është e tillë, pavarësisht se jemi shtete laike, nuk kemi fesë zyrtare të shtetit. Izraeli e marketon fort këtë në përbot, që shiko se një vend musliman është pro-Izraelit, po pa bërë dallim nëse është pro politikave genocidale dhe pro shkatërimit të çështjes palestineze, apo është pro gjithçkaje që bën Izraeli. Duke bërë këtë lob diplomatik, Izraeli synon të rrisë fuqinë e tij vendimarrëse brenda këtyre qeverive dhe sigurimin e mbështetjes ndërkombëtare shumë të rëndësishme, por edhe rajonale për projekte ekonomike, teknologjike me vendet partnere, duke promovuar për shembull projektet e sigurisë dhe teknologjisë së Izraelit në Ballkan, duke patur një pikë të fortë si Shqipëria, Izraeli ja del që të ketë dhe ta përdor Shqipërinë si një pedalone, si një pedalin apo si një pedan e fortë për të ngritur të gjithë infrastrukturën politike të Ballkanit për ta kaluar në rrjetin pro-izraelit. Ky është një moment në të cilin reflektohet edhe bashkëpunimi i fortë i Partisë Demokratike me Partisë Socialiste kur bëhet fjalë për interesat e të dyja palëve. Ku qëndron çështja dhe çfarë fshihet pas gjithë kësaj? Pse Izraeli, të bëjmë disa pyetje të rëndësishme, pse tani? Pse Izraeli investon në këto parlamentet e vendeve të vogla dhe përse Berisha dhe Rama kanë nevojë për këtë mbështetje të Izraelit? Izraeli ka zhvilluar një strategji globale, miq të dashur, lobimi parlamentar që përfshin vende të vogla mesdhetare si Shqipëria, dhe arsyeja është, ju shpjegova më sipër. Rama dhe Berisha janë në fund të kapitullit të tyre politik. Pra e din që janë duke mbyllur ciklin e tyre politik. Janë të vetëdijshëm që rotacioni i elitave politike në Shqipëri sapo ka nisur dhe sapo ka filluar. Izraeli është i mirë informuar për këtë që po ndodh në Shqipëri. Çfarë po bën Izraeli? Përpara se të largohet nga fusha politike Rama me Berishën, kërkoj ndjes, përpara se të largohet Rama me Berishën, ata duhet të përdorin fuqinë dhe pushtetin e Edi Ramës dhe të Sali Berishës, që nuk kanë qenë asnjëherë kundër njëri tjetrit, janë gjithmonë bashkë, por janë bashkë kundër shqiptarëve. Do të përdorin reputacionin dhe pushtetin e tyre për të ndikuar në një formimin e klasës së re politike që do të ngrihet në Shqipëri, në rritjen e influencës së Izraelit në klasën e re politike që do të krijohet në Shqipëri dhe në parlamentet e ardhshme që do të jenë këtu, dhe do të krijojnë rrjete lidhjesh me politikanë shqiptar, të cilët mund të përdoren në të ardhmen për ndihmuar iniciativat izraelite në Ballkan, por edhe më gjerë se Ballkan. Kjo u jep atyre legjitimitet ndërkombëtar dhe u krijon atyre hapësira për ta shitur këtë mbështetje të Shqipërisë
shumë fort. Rama dhe Berisha janë të vetëdijshëm se po afrohet tranzicioni politik. Pasojat e largimit të tyre nga pushteti, Berisha dhe Rama i din shumë mirë. Nuk do të jenë thjesht largimi i tyre nga pushteti, por do të jenë dorëzimi i pasurive. Ajo që ju na shkruani të komentet shpesh dhe që të gjithë shqiptarët e shkruajnë shpesh. Çfarë është? O kreshnik, o zotëri, faleminderit për këto që thoni, por ne s'na intereson më vëlla që të arrestohen këta. Kujt po i rref se shkojnë ata në burg? Ne s'na intereson, puna është kthehen lekët. Këto janë pasojat e daljes së Ramës dhe të Berishës nga politika. Rama dhe Berisha po e mbyllin ciklin e tyre, por po lën trashëgimtarët e tyre. Ramina Kuko, Gazbardhi, nga kjo anë, nga njëra anë, goditja e Ballukut, Erion Velis, hapja rrugës për Romina Kukon dhe për lobe të tjera brenda PS-s, është loja që po bën Rama me të tij, ndaj ka nisur revolucioni brenda të Majtës dhe rebelimi i madh, sepse Rama i shet të tij, i përdor njerëzit dhe i hedh në kosh, ndërsa Berisha i vetëdijshëm që nuk ka më as kohë biologjike, as kohë politike për të çuar përpara, synon që të marrë garanci. Garancit, ju a thash, i ka futur duke futur njerëzit që i ka kërkuar Sorosi dhe lobet ndërkombëtare që do të jenë trashëgimtarët e influencës së tij brenda Partisë Demokratike. Këtë Berisha e bën që të marrë garanci që jo vetëm të t'i shpëtojë burgut, por që kur të dalë nga politika, sepse që do dalin, kjo është vdek, ka vdek si histori, është mbyll historia. Rama, Berisha, Meta, çka kanë qenë, do ikin këta gjithë. Çështja është shqiptarët tashmë duhet ta kuptojnë këtë dhe duhet të kuptojnë se cilat janë lobet që po përpiqen të kontrollojnë politikën e ardhshme shqiptare, pasi të ikin këta. Krijimi i lidhjeve ndërkombëtare ndërmjet Ramës dhe Berishës, tashmë që barka e tyre është çarë dhe po fut ujë dhe do zhyten të gjithë, kanë dhe 50-60 idiot atje që i kanë futur në parlament, ai pat me zeqinete me këto ignorantët analfabet majtas djathtas që s'din me shkruajt emrin e vet, i kanë për t'i mbrojt atje me kartona, ngrit kartonat pro kundër. A mundet të shërbej një lobim i tillë pro Izrael si mburoj? Pa diskutim shërben në mënyrë që të mund të mos mbroj konkretisht politikisht, por rrjetet e lobit izraelit dhe të influencës mund të përdoren për të minuar, për ta hedhur në erë, pra do tentojnë ta hedhin në erë lojën amerikane me ndryshimin e klasës politike në Shqipëri dhe goditjen e Spakut, do synojnë ta hedhin në erë Spakun dhe drejtësinë, do synojnë të ndërtojnë atë garancinë që ju fola më brëm, do krijojnë senatin edhe dhomën e ulët në mënyrë që senati të jetë garancia e Ramës dhe e Berishës dhe një azil politik përpleqt e korrupsionit 34 vjeçar që kanë thithur gjakun e shqiptarëve. Në qoftë se Izraeli nuk i mbron dot direkt në hedhjen në erë të Spakut, kujdes se ju a kam thënë të gjitha unë, ju a kam thënë të gjitha, javë për javë, muj për muj, vetëm shkoni poshtë, i dëgjoni të gjitha ke videot që e kam thënë dhe me 10 shkrime, edhe tek libri im atje, Studia e thyer. Ju a kam thënë të gjitha, por i përsërisim disa gjëra që ti kuptojmë. Bashkëpunimi i PS-s dhe i PD-s me këtë grup diplomatik nuk është thjesht një bashkëpunim formal, por ka dimensione strategjike që lidhen me tentativën e fundit të Ramës dhe Berishës për të krijuar mbështetje ndërkombëtare në mënyrë që ta kalojnë këtë gap politik. Po e te i kalun, merrni valixhet dhe arratisuni nga Shqipëria. Unë nuk besoj që do ta kalojnë. Dhe i bëj ftesë Izraelit që miqësia me popullin shqiptar dhe me shqiptarët e ndershëm, ky popull që ju ka mbrojt nga Hitleri, ky popull që ju ka mbrojt nga genocidi, ky popull që ju ka strehu në kohën e luftës së dytë botërore, ndërkohë që të tjerët ju dorëzonin, ky popull që ju pajiste me pasaporta shqiptare në kohën e Ahmet Zogut,
në mënyrë që të fshiheshit dhe të maskoheshit si shqiptar, nuk e meriton. Kjo është thirrje për ambasadën e Izraelit, për qeverinë e Izraelit dhe për establishmentin politik izraelit në tërësinë e tij. Ky popull i cili ju mbrojti, ju ruajti, nuk e meriton që ju t'i shisni dhe t'i bëni ata, t'i këmbeni ata në pazar me hallet e Ramës dhe të Berishës. E vetmja mënyrë që Izraeli ka për të ndërtuar marrëdhënie të mira me këtë popull është të bashkohet me interesat e kombit dhe të popullit shqiptar dhe jo me interesat e Beogradit të cilat kanë qenë të konfiguruara të klasa 34 vjeçare anti-shqiptare këtu në Ballkan. Marrëdhëniet me Izraelin pas një diskutim që janë të rëndësishme, marrëdhëniet me Izraelit duhet të zhvillohen, marrëdhëniet ekonomike duhet të zhvillohen, marrëdhëniet e zhvillimit të kapaciteteve të biznesit duhet të zhvillohen, bashkëpunimi për sigurinë, për teknologjinë duhet të zhvillohet, por ne shqiptarët nuk e pranojmë genocidin ndaj popullit palestinez dhe nuk pranojmë që të zhduket zgjidhja me dy shtete e çështjes së konfliktit në lindjen e mesme. Dhe ky është qëndrim absolut, pavarësisht kush bën gam që s'na as e kemi llogari fare. As i kemi llogari fare ata që bëjnë gam. Ky është qëndrimi absolut i shumicës së popullit shqiptar në trojet e tyre etnike. Kush do me bë gam, le të bëj gam, gjesi deri ndark dhe të shtroj dretin me pllaka. Shumica e popullit shqiptar në trojet e tyre etnike nuk e pranon dhe e refuzon genocidin në Gaza dhe e refuzon zhdukjen e çështjes palestineze dhe një zgjedhje pa dy shtete. Apo flet ti Kreshnik në emër të shqiptarëve? Jo, unë nuk përfaqësoj shqiptarët. Unë jam një njeri në YouTube ku kasta e Beogradit kanë vendosur ta ekzekutojnë Kreshnik Osmanin dhe Lëvizjen Adheu. Kasta e Beogradit dhe televizionet e Beogradit dhe elitat me shërbimet sekrete të Beogradit të instaluara edhe tek shiku ynë shqiptar e kanë bllokuar Kreshnik Osmanin dhe Lëvizjen Adheu të jetë në politikë prej 12 vitesh, dhe ne jemi dakord do vazhdojmë betejën me kastën e Beogradit. Por unë flas perceptimin dhe faktet konkrete që vijnë nga terreni shqiptar. Shqiptarët i kanë mbrojtur izraelitët nga Holokausti dhe janë proud for that, janë shumë krenar për këtë dhe do ta bëjnë edhe nëse larg qoftë krijohen kushtet herë të tjera, mos ndodhshin kurrë. Por shteti i Izraelit nuk duhet të bëj pazar me ata politikanë dhe me atë klasë politike ordinere, anti-shqiptare të Beogradit, e cila për 34 vjet ka kryer genocid ndaj interesave kombëtare shqiptare këtu në Shqipëri dhe në trojet e tyre etnike. Ndaj, mesazhi im për ambasadën e Izraelit dhe për Tel Avivin zyrtar si kreu i një partie politike në Shqipëri është: nëse doni marrëdhënie të mira me popullin shqiptar, pa diskutim që do t'i keni dhe ne mbështesim çdo lloj avancimi dhe përmirësimi të marrëdhënieve me çdo popull në botë, i cili i mbështet shqiptarët dhe interesat e tyre strategjike. Siç jemi me SBA-n, mund të jemi edhe me ju, por mbështetja e klasës politike që kanë pirë gjakun e shqiptarëve nëpërmjet një pazari të fshehtë sekret me dy njerëzit më të pushtetshëm Shqipëri, Rama dhe Berisha, të cilët bashkë me Fatos Nanën dhe Ilir Metën kanë qenë arkitektët e shkatërimit të këtij populli për 34 vjet, është i refuzuar dhe nuk do ta pranojmë. Ndërsa mesazhi im për turqelit e Shqipërisë dhe filoturqit erdoganist, të cilët ndjehen të shqetësuar, mos u shqetësoni sepse ju jeni kokrat e gënjeshtarëve dhe të mashtruesve. Ju jeni vetëm disa mashtrues që nuk keni as Zot,
as fe, as pejgamber, po i keni të gjithë fen, e keni biznes. Pse? Sepse ishit ju ata të cilët i thonit popullit shqiptar me zuzarët e shitur për një pjatë pilaf këtu në Tiranë, që votoni Edi Ramën se është vllai i Tayyip Erdoganit. Vlla Tayyipi po bën marrëdhënie me Izraelin, heri forcon e heri ndal, ka bërë interesat e veta me Izraelin, ndërkohë që bombardoi Gaza ka bërë dhe biznes me Izraelin, stoponi së treguar i pralla për shqiptarët dhe manipulim fetar që e bëni për të fituar tasin tuaj të pilafit atje. Edi Rama, vëllai i Erdoganit, dhe Erdogani i ka bë spitalin Fir, Edi Rama voton motrat me shami, ju jeni kokrat e mashtruesve me gjithë ata që ju mësojnë atje në Stamboll apo në Ankara. Dhe ju nuk keni as moral, as fuqi, as të mërziteni, as të bëni si të revoltuar, sepse jeni kokrat e mashtruesve. Dhe nuk do të lejoheni të vendosni ju për Shqipërinë. Dakor? Kjo. Sepse ju i thatë shqiptarve, njëherë, ky është vllai i Tayyipit, Rama është vllai i Tayyipit, dhe tashmë ankoheni që Rama po shkoka në Izrael. Rama ka qenë gjithkohës i Izraelit, dhe ju e keni ditë, mos i gënjeni shqiptarët, mos bëni biznes me fen, se do të goditeni me çekiçke kockat një nga një dhe do t'ju thyet e gjithë piramida e mashtrimit që bëni në emër të fesë me këtë popull duke e manipuluar fetarisht. Herë duke mbështet Erion Velin, herë duke mbështet Edi Ramën, herë duke mbështet çdo lloj bastardi politik që ka pirë gjakun e këtij populli, dhe këtë keni bërë në emër të erdoganizmit, të turqizmit dhe të plehrave që keni këtu në kokën tuaj, ideologjive prej plehre. Nuk ndaloheni ju të merreni me hallet e Shqipërisë. Sepse jeni gënjeshtar dhe mashtrues dhe manipulator. Ju e dinit se kush janë, edhe Rama dhe Berisha. Por kështu i kishte interesat baba Tayyipi, atje në Erdogani, dhe ju bëni siç ju thonë ata atje. Shqipëria ka zot. Shqipëria ka popull që i kupton gjithë lojën. Nuk kemi nevojë për asistencën tuaj. Gënjeshtar. Ju që keni fen biznes me kap në i lek. Marrëdhëniet i boni me Edi Ramën dhe me Romina Kukon dhe me klanin e Bizantit, kurse muslimanët i doni që të shkojnë të çlirojnë Palestinën. Jeni të mençur shumë ju, por nuk kalojnë me mua këto. Kështu që mos gënjeni. Na mjaftojnë gënjeshtrat e këtyre. Ju nuk jeni të rebeluar, ju bëni vetëm biznes. Ky është plani i Berishës dhe i Ramës, miq të dashur shqiptar, kanë qenë bashkë për 34 vjet. Kanë qenë bashkë në 2008 kur bën kodin zgjedhor. Janë bashkë sot për reformën kushtetuese, janë bashkë për Senatin, janë bashkë për të qitë Amerikën jashtë loje, janë bashkë për të vrasë Pakun, janë bashkë për t'ju vrarë ju dhe për t'ju zhduk nga Shqipëria. Vetëm në 48 orët e fundit, miq, shqiptar nga Amerika dhe nga Londra më kanë marrë në telefon, janë atje me urdhër mbrojtje, u kanë vjedh tokat dhe pronat mes Shqipërisë, nuk kanë ku të ankohen, nuk din ku të shkojnë, jemi bo për të vrarë njerëz. Prandaj dalin dhe qajnë bastardët dhe thonë u vra shteti kur u vra i gjyqtari atje në gjykatë, nga i Shkodrani. Ka vjetra kamikaz shqiptar që janë gati të bëjnë vrasje sot. Më marrin telefon, nuk kemi derë tjetër, thot ku të përplasmi, na kanë ngri. Policia mbyll derën, gjykata mbyll derën, Spaku mbyll derën, avokatët mbyllin derën. Kjo është masakra që po bëjnë këta. Dakor? Ndaj, duhet i dini këto se janë shumë të rëndësishme për historinë të gjitha llojet e pislliqeve që bëhen me ju. Rama dhe Berisha ndërtojnë marrëdhënie të fundit sekrete, lobimi del mbi sipërfaqe, përfaqësuesit Gaz Bardi, Romina Kuko çojnë përpara dhe synimi është një. Ose do tentojnë të zhbëjnë reformën drejtësi dhe të zhdukin Spakun, ose do tentojnë të blejnë kohë ndërkombëtare tek administrata në Washington, ose do të kërkojnë instrumentalizimin e Izraelit në mënyrë që të shpëtojnë rrufend që do t'i bjerë mbi kokë dhe pasuritë që duhet t'ia kthejnë shqiptarëve nesër kur shkojnë përpara drejtësisë.
të tjerat janë prava. Dhe mesazhi për Izraelin dhe për ambasadën izraelite i këshilloj që marrëdhëniet me popullin shqiptar t'i ruajnë përmes shqiptarëve të ndershëm dhe përmes këtij populli i cili ju ka mbrojt në kohën e hebrejve dhe janë krenar që e kanë bërë këtë, por jo nëpërmjet kastës politike 34 vjeçare e cila ka kryer genocid ndaj këtij populli, qoftë me shpopullim që e ka bërë sekti i përdal i rilindjes në 13 vitet e fundit, shpopullimin total të shqiptarëve, Shqipëria është bosh, do të ngelin edhe pak shqiptar këtu, pjesa tjetër do të largohet, duke i mashtruar me integrimet europiane dhe me këto prava. Janë të gjitha rrena. Izraeli, Tel Avivi, në qoftë se duan marrëdhënie të mira me shqiptarët, bujru mirë se t'i bëjnë marrëdhëniet, t'i forcojnë marrëdhëniet, t'i çojnë përpara, por shqiptarët e refuzojnë genocidin ndaj popujve të pafajshëm, e refuzojnë zgjidhjen pa dy shtete, dhe e treta që është më rëndësishme, e refuzojnë të hynin në Shqipëri nga dera e aktorëve që kanë kryer genocid ndaj shqiptarëve dhe interesave të tyre të nalta kombëtare, qoftë këtu në Shqipëri, qoftë në trojet e tyre etnike. Shpresoj që mesazhi im të ketë qenë i qartë, i kuptueshëm, ndonse her pas here jemi të emocionuar, flasim me intonacion, kjo vjen për arsye se shpirti na dhëmb zemra, unë nuk mundem të aktroj qetësi, unë nuk mundem të aktroj politikisht korrekt kur po më zihen shpirti dhe po më vlon zemra, kur shoh këto padrejtësi, kur shoh mashtruesit se si manipulojnë, kur shoh mashtruesit që bëjnë biznes në emër të fesë dhe në emër të sensibiliteteve fetare, që tentojnë të ndryshojnë ekuilibrat politik me sensibilitete religjioze, që synojnë të blejnë nga ana tjetër politikan të korruptuar që po vrasin këtë popull dhe këtë kombë, të cilët synojnë të shkojnë të përdorin komardaren e Izraelit për t'i bërë ballë drejtësisë së re amerikane. Ky është skeçi, ky është skenari. Folni, ngrini zërin, t'i tregojnë botës dhe historisë, sepse këto emisione ndiqen nga OSBE-ja, ndiqen nga ambasadat e huaja, ndiqen nga amerikanët, nga izraelitët, nga gjermanët. Folni, shkruani se ju ndjekin, ju flasin, shprehni që ju jeni një kombë që nuk keni për ta dorëzuar vendin, ju jeni një kombë që nuk keni për ta dorëzuar Shqipërinë, ju jeni një kombë krenar për historinë tuaj dhe ju e refuzoni kastën hajdute 34 vjeçare, pavarësisht makinacioneve që bëjnë me gaz bardhat e me Romina Kukot dhe me fondacionet e Izraelit për të shpëtuar kokën e tyre dhe jo për Shqipërinë. Nuk e kanë për Shqipërinë, e kanë për të shpëtuar kokën e tyre dhe për të marrë garanci nga Izraeli që ata nuk do t'u kërkohet llogari dhe nuk do t'i shkulet pasuria. Ky është raporti që unë mendoj se duhet të ndërtojmë ne si shqiptar me Izraelin, me Amerikën, me Arabët, me Turqit, me Kinezët, me Rusët, me Europianët dhe me çdo popull tjetër që ka interesa me Shqipërinë dhe me shqiptarët. Ky është mendimi im, nëse keni mendime të kundërta, mund t'i shprehni tek komentet. Ju falenderoj për kohën tuaj të çmuar, të gjithë ju që nuk i keni bërë subscribe kanalit, bëjni subscribe dhe të përcjellni videon pjesës tjetër të shqiptarëve, të cilët mendoni se duhet ta dëgjojnë dhe duhet t'i kuptojnë këto mesazhe. Ju falenderoj për kohën, zhvillime të tjera të mëdha do t'jenë në vijim, por ju e dini si gjithmonë, ato vijojnë në numër në ardhshëm.